Fëmijëria çrmësoi çrmosë qaj, nuk e di saktësisht se kur fillova ta kuptoja se isha i varfër. Ndoshta jo në ditën kur këpucët mu qanë për herë të parë, as kur barku më kërciste nga uria në mes të natës. Mendoj se e kuptova atëherë kur mësova të mos qaja. Sepse në shtëpinë time, lotët nuk ndryshonin asgjë, quhem Ardi. U linda në një lagje të harruar nga Zoti dhe nga njerëzit, në një qytet të vogël ku ëndrat vdesin para se të rriten. Shtëpia jon ishte një dhomë e vetme, me mure të zverdhura nga lagështia dhe me një dritare që nuk mbyllej kur siç duhet. Në dimër, era hynte brenda si një mysafir i padëshiruar dhe nuk largohej derisa pranvera vinte. Babai im u largua kur isha vetëm 5 vjeç. Nuk tha as lam të mirë. Thjesht u zhduk një mëngjes dhe nuk u kthye më. Nëna ime, një grua e dobët por me shpirt të hekurt, mbeti vetëm me mua. Ajo punonte çfarëdo pune që i dilte përpara, pastronte shkallë pallatesh, lante rroba për të tjerët, ndonjëherë edhe shiste zarzavate në trej. Duart e saj ishin gjithmonë të çara, por ajo kur nuk u ankua. Ardi, mos u mërzit. Zoti sheh gjithçka, më thoshte shpesh, ndërsa më përkëdhelte flokët para se të flija pa darkë. Shkolla për mua ishte një botë tjetër. Një vend ku fëmijët kishin çanta të reja, lapsa me ngjyra dhe libra që nuk ishin ngrisur. Unë shkoja me një çantë të vjetër, dhuratë nga një kushëri, dhe me fletore që i mbaja me kujdes sikur të ishin flori. Shokët talleshin me rrobat e mia, me atletet e vjetra, me erën e lagështisë që ndonjëherë më ndiqte pas. Një ditë, mësuesja më pyeti çfarë doja të bëhesha kur të rritesha. Doktor, thash pa menduar. Klasa shpërtheu në të qeshura. Ti doktor? Tha një djalë nga banka e fundit. Me këto rroba? Unë ula kokën. Nuk fola më. Atë ditë mësova se ëndrat kushtojnë shtrenjtë dhe unë nuk kisha para as për bukë. Kur mbusha 12 vjeç, e kuptova se nuk mund të isha më vetëm fëmijë. Nëna ime po lodhej gjithnjë e më shumë. Një mbrëmje, e pash duke numëruar disa monedha mbi tavolinë, me sytë e mbushur me lot. Nën, do të punoj, i thash me zë të ulët. Ajo u përpoq të më ndalonte, por nuk kishte fuqi. Të nesërmen, dola në rrugë për herë të parë për të kërkuar punë. Asgjë. Askush nuk i beson një fëmije, derisa një ditë pash një djalë pak më të madh se unë duke larë makina në një parkim. Duart i kishte të mbuluara me shkum, por në xhep i shndrisnin disa monedha. E pyeta nëse mund të bashkohesha me të, nëse nuk e frikë nga uji i ftohtë dhe nga sharjet. Hajde, më tha, që nga ajo ditë, rruga u bë shkolla ime e dytë. Çdo makinë që laja më jepte disa kacide. Disa njerëz më shikonin si të isha i padukshëm. Të tjerë më flisnin keq. Por unë nuk ndalesha. Çdo monedhë ishte një ditë më shumë bukë për mua dhe nënën time. Nuk e dija atëherë se mes gjithë atyre makinave luksoze, do të vinte një ditë një makinë që do të më ndryshonte jetën përgjithmonë. Një makinë që nuk do të më sillte vetëm kacide. Por një shans, makina e zezë dëhre njeriu që foli shumë, mëngjeset në parkim nisnin gjithmonë njësoj. Uji i ftohtë që të mpinte gishtat, kovë plastike e plasaritur dhe shkum që nuk mjaftonte kurrë. Unë dhe djemt e tjerë rinim në pritje, me sytë nga rruga, duke shpresuar që të ndalonte ndonjë makinë. Çdo ndales ishte një shans, çdo kalim pa u ndalur ishte një zhgënjim i vogël që mësuam ta gëlltisnim. Ajo ditë dukej si gjithë të tjerat. Qielli ishte gri, ajri i rëndë dhe xhepat e mi bosh. Kisha larë vetëm 2 makina deri në mesditë dhe monedhat në dorë mezi mbulonin një bukë të thatë. Po mendoja të largohesha, kur një makinë e zezë luksoze u ndal ngadalë pranë parkimit, ishte ndryshe nga të tjerat. E pastër, e shtrenjtë, me xhama të errët që nuk lejonin të shije brenda. Djemt u afruan menjëherë, secili duke ofruar shërbimin e tij. Unë hezitova. Makinat e tilla zakonisht sillnin telashe, ose nuk paguanin fare, ose të shikonin nga lart sikur të ishe pluhur. Por diçka më shtyu të afrohesha. Dritarja ul ngadalë dhe për herë të parë pash fytyrën e tij. Një burr rreth të 50-tave me flokë të thinjur dhe sy të qetë. Nuk buzëqeshi, por as nuk kishte atë shikimin përçmues që isha mësuar të shija tek të tjerët. Sa merr për ta larë?
Më pyeti thjesht sa të doni, i thash me zë të ulët. Edhe pak mjafton. Ai më shikoi për disa sekonda, sikur po përpiqej të lexonte diçka në fytyrën time. La e mirë, tha shkurt dhe doli nga makina. Fillova punën me kujdes të jashtëzakonshëm. Çdo cep, çdo xham, çdo njoll. Duart më dhembnin nga uji i ftohtë, por nuk ndalesha. Ndjeja sikur po laja diçka më shumë se një makinë, po laja shansin tim. Kur mbarova, u tërhoqa pak prapa dhe prita. Burri u afrua, e vështroi makinën pa thënë asnjë fjalë, pastaj futi dorën në xhep. Nxori disa monedha dhe mi zgjati, i mora pa i numëruar. I futa në xhep dhe thash, faleminderit, zotëri. Ai nuk u largua menjëherë. U ndal, më pas sërish dhe pyeti, pse nuk je në shkollë? Pyetja më zuri në befasi. Askush nuk ma kishte bërë kur atë pyetje, shkoj, i thash. Pas dite. Punoj që të ndihmoj nënën. Ai tundi kokën lehtë, si quhesh? Ardi. Mirë, Ardi. U kthye nga makina dhe hapi derën. Para se të hipte, shtoi, do të kthehem prapë. U largua pa thënë asgjë tjetër, e pash makinën e zezë të zhdukej në rrugë dhe ndjeva një ndjesi të çuditshme në kraharor. Nuk e dija pse, por fjalët e tij më kishin mbetur në mendje. Do të kthehem prapë. Ditët kaluan dhe unë vazhdova të laja makina për kacide. Por sa herë dëgjoja zhurmën e një motori të fortë, ktheja kokën me shpresë. Një pjesë e imja donte ta shihte sërish atë makinë të zezë. Jo për parat, por për pyetjen që më kishte bërë. Për herë të parë, dikush kishte parë tek unë diçka më shumë se një larës makinash, nuk e dija se rikthimi i tij nuk do të ishte i zakonshëm. Dhe se herën tjetër, ai nuk do të më pyeste vetëm për shkollën. Por për jetën time, oferta që nuk e besova, kanë kaluar disa ditë që nga takimi i parë, por fytyra e atij burri nuk më ishte larguar nga mendja. Çdo mëngjes shkoja në parkim me të njëjtën rutinë, por diçka kishte ndryshuar brenda meje. Nuk laja më makina vetëm për kacide. Diku thellë, po prisja diçka tjetër, edhe pse nuk dija çfarë, ishte një pasdite e qetë, kur parkimi ishte pothuajse bosh. Dielli po perëndonte dhe dritat e rrugës sapo ishin ndezur. Dëgjova një motor që më dukej i njohur. Zemra më rahu fort. U ktheva dhe e pash sërish, makina e zezë, ajo u ndal ngadalë. Pikërisht aty ku kisha qëndruar ditën e parë. Dera u hap dhe burri zbriti. Këtë herë kishte veshur një pallto të errët dhe mbante një dosje të hollë në dorë. Ardi, tha, sikur të ishim takuar dje, u afrova menjëherë, mirëdita, zotëri. Ai më bëri shenjë të uleshim pak më tutje, në një cep ku nuk na dëgjonte askush. U ndjeva në siklet. Mendja më shkoi tek më e keqja, mos kisha bërë diçka gabim? Mos nuk i kishte pëlqyer larja e makinës herën e kaluar, si po shkon shkolla. Më pyeti, mirë, u përgjigja, edhe pse nuk ishte plotësisht e vërtetë. Librat e mi ishin të vjetër dhe shpesh humbisja orët sepse duhej të punoja. Ai hapi dosjen dhe nxori një fletë, e di që kjo do të duket e çuditshme, tha me një ton serioz. Por unë dua të ndihmoj. E pash i hutuar, pse? E pyeta pa u menduar. Unë vetëm ju lava makinën. Ai buzëqeshi lehtë për herë të parë, sepse ti nuk kërkove para. Kërkove vetëm një shans. Fjalët e tij më lanë pa frym, unë kam një fond për fëmijë që duan të vazhdojnë shkollën, vazhdoj. Dua të paguaj librat e tu, uniformën dhe nëse duhet. Edhe diçka më shumë. Nuk dija çfarë të thosha. Mendova se po talleshte. Në botën time, gjëra të tilla nuk ndodhnin, zotëri, unë. Nuk mundem. Thash më në fund. Nuk dua lëmosh. Ai mbylli dosjen ngadalë, nuk është lëmosh, Ardi. Është investim. Heshta. Fjalët e tij më trazonin mendjen, do të vazhdosh të punosh, shtoi. Por shkolla duhet të jetë e para. Premtoje këtë. Lotët më mbushën sytë. U përpoqa t'i mbaja, por nuk ja dola, po, pëshpërita. E premtoj.
Ai u ngrit në këmbë dhe më zgjati dorën. E shtrëngova fort, sikur po kapesha pas diçkaje që mund të zhdukej. Nesër do të vi të takoj nënën tënde, tha. Dua ta dëgjoj edhe prej saj. Kur u largua, unë mbeta aty i palvizur. Parkimi më dukej ndryshe. Rruga më dukej më e gjerë. Për herë të parë, e pash veten jo si një fëmijë që lan makina për kacide, por si dikush që mund të kishte një të ardhme, por nuk e dija se kjo ofertë do të sillte edhe frikë, dyshime dhe sprova të mëdha. Sepse jo të gjithë gëzohen kur një fëmijë i varfër merr një shans. Frika që hyri në shtëpinë tonë, atë natë nuk fjeta. Çdo herë që mbyllja syt, më shfaqej fytyra e burrit me pallto të errët dhe fjalët e tij më kumbonin në vesh. Nesër do të vi të takoj nënën tënde. Më dukej si një ëndër që mund të prishej në çdo çast. Në botën time, gjërat e mira nuk zgjatnin. Në mëngjes i tregova nënës gjithçka. Fillova nga parkimi, nga makina e zezë, nga pyetja për shkollën. Dhe përfundova te oferta. Ajo më dëgjonte në heshtje, me duart e mbledhura në prerë. Sa më shumë flisja, aq më shumë fytyra e saj tensionohej. Ardi, tha më në fund, me zë të dridhur, të huajt nuk japin gjëra pa arsye. Nën, ai nuk kërkoi asgjë, u përpoqa ta bindja. Vetëm të shkoj në shkollë. Ajo u ngrit dhe filloi të ecte nëpër dhomën tonë të vogël. Kam frikë, tha hapur. Kam frikë se do të na mashtroj, ose do të kërkoj diçka që ne se kemi. E kuptoja frikën e saj. Jeta e kishte mësuar të mos u besonte mrekullive. Por unë ndjeja se këtë herë ishte ndryshe. Trokitja në derë na bëri të dyve të ngrinim. Ishte e fortë, e vendosur. Nëna më pa në sy, sikur po kërkonte përgjigje tek unë. U afrova dhe hapa derën, ai ishte aty. I njëjti burr, por këtë herë pa pallto, me një dosje nën krah dhe një qëndrim të qetë. U përkul lehtë në shenjë respekti. Mirë dita, tha. Jam. Miku i Ardit. Nëna ime e shikoi me dyshim, por e ftoi të hynte. Ai hodhi një vështrim të shpejt rreth e rrotull. Nuk pa përçmim në sytë e tij, vetëm heshtje. U ulëm të tre rreth tavolinës së vjetër. Ai filloi të fliste ngadalë, me fjalë të zgjedhura. Zonjë, i tha nënës sime, e di që nuk më njihni. As unë nuk ju njoh. Por djali juaj ka diçka që rrallë e shoh tek fëmijët, përgjegjësi dhe dinjitet. Nëna e dëgjonte me sytë e ulur. Nuk dua ta heq nga puna, vazhdoi ai. Dua vetëm t'i jap mundësinë të mësoj. Shkolla është rruga e vetme që e nxjerr nga kjo varfëri. Nëna heshti për disa sekonda që më dukën si minuta. Dhe nëse nesër nuk vini më? E pyeti ajo më në fund. Nëse zhdukeni si të gjithë? Ai nuk u ofendua. Përkundrazi, tundi kokën, atëherë do të keni humbur vetëm shpresën, tha. Por nëse nuk provoni, do të humbni të ardhmen e tij. Lotët i rodhën nënës në faqe. Ajo më pa mua, pastaj e ktheu sërish shikimin nga ai. Nëse e lëndoni djalin tim, tha me zë të fortë, Zoti do t'ju gjykoj. Ai u ngrit në këmbë, e pranoj këtë, tha thjesht, para se të largohej, nxori nga xhepi një zarf dhe e la mbi tavolinë. Për librat, tha. Vetëm kaq për fillim. Kur dera u mbyll, dhoma mbeti në heshtje. Nëna hapi zarfin me duar që i dridheshin. Brenda kishte më shumë para se sa kishim parë ndonjëherë. Ajo u ul dhe qau. Unë u ula pranë saj. Mos ki frikë, nën, i thash. Do t'ja dal. Por thellë Brenda, edhe unë kisha frikë. Sepse kur shpresa hyn papritur në një shtëpi të varfër, frika e humbjes bëhet edhe më e madhe. Shkolla Çrnuk ishte më e njëjtë. Ditën e parë që shkova në shkollë me çantë të re, më dukej sikur të gjithë po më shikonin ndryshe. Librat kishin erë të freskët letre, fletoret ishin të pastra, dhe stilolapsi nuk më ngecej më në mes të fjalisë. Gjëra të vogla për të tjerët, por për mua ishin si mrekulli. Nëna më përcolli deri te dera. Më rregulloi jakën e xhaketës dhe më pa me sy të lagur. Mos harro kush je, më tha. Dhe pse po të ndihmojnë? Në klas, zhurma u ndal për një çast kur hyra. Disa shok më shikuan me habi, disa me zili.
Djali që dikur kishte qeshur me ëndrrën time për t'u bërë doktor, më vështroi nga kokat e këmbët, pas ka ardhur me rroba të reja, tha me ironi, u ula në bank pa folur. Nuk doja të shpjegoja asgjë. Mësuesja hyri dhe filloi orën. Për herë të parë, unë po e ndiqja mësimin pa u shqetësuar për atë që më mungonte. Mendja ime ishte e lirë, ditët kalonin dhe notat e mia filluan të përmirësoheshin. Jo sepse isha bërë më i zgjuar, por sepse tani kisha mundësi. Lexoja natën vonë. Edhe kur sytë më digjinin. Në parkim vazhdoja të punoja pasdite, por me një qëllim të qartë, megjithatë, ndryshimi nuk kaloi pa pasoja. Një pasdite, pas orëve të mësimit, disa djem më ndalën në korridor, kush po të paguan? Më pyeti njëri prej tyre me ton tallës, ke gjetur ndonjë bamirës? U përpoqa t'i ignoroja, por fjalët e tyre më ndiqnin, mos harro nga ke ardhur, tha një tjetër. Se këto gjëra mbarojnë shpejt. Ajo natë ishte e vështirë. U ktheva në shtëpi i heshtur. Nëna e vuri re menjëherë, çfarë ke? Më pyeti, asgjë, gënjeva, por ajo nuk më besoi. U ul pranë meje dhe më kapi dorën, Ardi. Tha but, njerëzit flasin sepse kanë frikë. Mos u ndal. Fjalët e saj më dhan forcë. Të nesërmen u ktheva në shkollë me kokën lartë. Vendosa të mos fshihesha më. Nëse dikush pyeste, do të thosha të vërtetën, po punoja dhe po më ndihmonin të mësoja, por sprovat nuk kishin mbaruar. Një ditë, drejtori i shkollës kërkoi të më takonte. Më tha të ulesha dhe më shikoi seriozisht, Ardi, tha, ka disa ankesa. Duam të dim kush po të financon. Zemra më rahu fort. Mendova për nënën, për burrin me makinën e zezë, për frikën se gjithçka mund të shembej, është një mik, thash. Dhe nuk po bëj asgjë të gabuar. Ai heshti për një çast, shpresoj të jetë kështu, tha. Sepse sytë janë mbi ty, dola nga zyra me këmbë që më dridheshin. Kuptova se sa e brisht ishte kjo mundësi. Një fjalë e gabuar, një dyshim dhe gjithçka mund të humbiste, por vendosa të luftoja. Sepse tani, për herë të parë, shkolla nuk ishte më një vend ku ndihesha i huaj. Ishte fusha ime e betejës, dita kryer gjithçka u të hëre, asgjë nuk të përgatit për ditën kur toka të rëshjet nën këmbë. Mund të kesh ëndra, mund të kesh shpresë, por një lajm i vetëm mjafton që gjithçka të duket e kollë. Për mua, ajo ditë erdhi pa paralajmërim, ishte një mëngjes i zakonshëm. Po bëhesha gati për në shkollë kur nëna ime u ul pa pritur në karrige. Fytyra ishte zbehur dhe duart i dridheshin, nën? E thira me frikë, ajo u përpoq të ngrihej, por nuk ja doli. E ndihmova të shtrihej dhe vrapova të fqinja për ndihmë. Brenda pak minutash, një ambulancë e vjetër na mori dhe na çoi në spitalin shtetëror, ora të gjata pritjeje. Mure të ftohta, erë dezinfektuesi dhe njerëz që shikonin në boshllë. Unë rria ulur me çantën në dorë, librat mbi gjunjë, por nuk mund të lexoja asnjë rresht. Mjeku doli më në fund, ka nevojë për trajtim, tha. Do të duhet të qëndroj disa ditë. Sa kushton? Pyeta me zë që më dridhej. Ai më pa me keqardhje dhe nuk foli menjëherë. Kuptova gjithçka, atë mbrëmje, u ktheva në shtëpi vetëm. Heshtja ishte e rëndë. Sytë më shkuan te librat e rinj mbi tavolinë. Për herë të parë, mendova t'i lija. Çfarë vlere kishte shkolla, kur nëna ime vuante, të nesërmen nuk shkova në shkollë. Shkova në parkim. Laja makina me një furinë që nuk e kisha ndier kurrë. Duart më dhembnin, por nuk ndalesha. Duhej të fitoja para. Çdo gjë tjetër ishte dytësore, makina e zezë nuk po dukej askund. Ditët kalonin dhe unë humbisja orë mësimi. Askush nuk më pyeti pse mungoja. Vetëm parkimi më priste çdo ditë, një pas dite, ndërsa po mbyllja kovën. Dikush më thiri emrin Ardi. U ktheva dhe e pash. Ai ishte aty. Syti i kishte të shqetësuar, ku ke qenë? Më pyeti. Kam shkuar në shkollë, në shtëpi. Askund. Lotët më dolën pa dashur, nëna është në spital, thash. Nuk kam kohë për shkollë.
Ai nuk foli. Vetëm më vuri dorën mbi shpatull, më çoni tek ajo, tha, në spital, ai foli me mjekët, me infermierët, me administratën. Unë e ndiqja nga pas, si në ëndër. Brenda pak orësh, gjithçka që dukej e pamundur, po zgjidhej, nëna ime u zgjua dhe e pa, mos u friksoni, i tha ai me zë të qetë. Djali juaj po bën gjithçka siç duhet. Kur dolëm jashtë, ai u kthye nga unë, Ardi, tha seriozisht, nëse dorëzohesh tani, do të humbasësh gjithçka për të cilën po lufton. Po nëna? E pyeta, edhe ajo ka nevojë për një djalë të shkolluar, u përgjigj, ajo ditë nuk ishte fundi. Ishte prova ime e parë e vërtetë. Dhe kuptova se ndihma nuk ishte vetëm para, ishte përgjegjësi. Vendimi që më rriti brenda një nate, kur nëna ime doli nga spitali, nuk ishte më e njëjta. Ishte më e dobët, më e qetë, por në sytë e saj kishte diçka të re, besim. Besim tek unë. Dhe ky besim më rëndonte më shumë se çdo barë tjetër, ajo ditë ishte e heshtur. U ulëm në shtëpi, përballë njëri tjetrit. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë, Ardi, tha më në fund, unë nuk dua që ti të ndalosh shkollën për mua. Nën. Jo, më ndërpreu. E kam duruar varfërinë gjithë jetën. Nuk dua që ti ta trashëgosh. Fjalët e saj më shpuan zemrën. Atë natë vendosa diçka që do të më ndryshonte rrjedhën e jetës, do të punoja 2 fishë. Por nuk do të lija më asnjë orë mësimi, zgjohesha para agimit. Shkoja në parkim, laja makina derisa të hapeshin shkollat, pastaj vrapoja për në klasë. Pas dite kthehesha sërish në punë. Trupi lodhej, por mendja ishte e fortë, shokët e klasës filluan ta vinin re ndryshimin. Nuk isha më djali i heshtur. Fillova të përgjigjesha në mësim, të pyesja, të kërkoja më shumë. Mësuesja e biologjisë më ndali një ditë pas ore, ke talent, më tha. Mos se hum. Këto fjalë më dhan krah, por jo të gjithë ishin të kënaqur. Disa nga djemt e parkimit filluan të më shikonin ndryshe, na ke lënë pas dore, më tha njëri prej tyre. Tani po bën nxënësin e madh. E ndjeva për herë të parë se po humbisja një botë për të fituar një tjetër. Nuk ishte e lehtë, një mbrëmje, burri me makinën e zezë më thiri për kafe. Ishte hera e parë që u lesha në një lokal të tillë. Ai më pa drejtë në sy, nuk do të jem gjithmonë pranë, tha. Duhet të mësosh të ecësh vetë. E di, ju përgjigja. Dhe kam frikë. Ai buzëqeshi lehtë, frika do të thotë se po rritesh. Para se të ndahemi, më dha një libër, lexoje, tha. Jo për shkollën. Për veten. E mora librin dhe e mbajta fort. Ishte hera e parë që dikush më fliste për të ardhmen time si diçka reale, jo si ëndër, ajo natë më rriti. Sepse kuptova se askush nuk të shpëton për gjithmonë. Dikush të hap derën, por të ecësh, duhet ta bësh vetë, rënja që më mësoi të ngrihem, nuk ka rritje pa rënje. Këtë e mësova në mënyrën më të vështirë. Trupi im po paguante çmimin e lodhjes së pafundme. Ditët u bën të njëjta, punë, shkollë, punë sërish dhe net pa gjumë. Mendja ime donte të vazhdonte, por trupi kishte filluar të dorëzohej, një mëngjes gjatë orës së matematikës, gjithçka u errësua. Zhurmat u larguan, bankat u zhdukën dhe unë rash përdhe. Kur hapa syt, pash fytyrën e mësueses mbi mua dhe nxënës që pëshpëritnin, u zgjova në infermieri. Më dhan ujë dhe më than të pushoja. Drejtori u thirr menjëherë, kjo nuk mund të vazhdoj kështu, tha me ton të prerë. Je nxënës, jo burr i rritur. O shkollë, o punë. Fjalët e tij më goditën fort, kur burri me makinën e zezë mori vesh, erdhi në shtëpi po atë mbrëmje. Nuk fliste shumë, por shikimi i tij ishte i rëndë, pse nuk më the? Më pyeti, nuk doja të shgënjeja askënd, ju përgjigja, ai ul përballë meje, po shgënjen veten, tha qetë. Dhe këtë nuk ta lejoj. Atë natë, për herë të parë, u ndjeva i vogël. Jo sepse isha i varfër, por sepse po e shkatëroja shansin tim me duart e mia, do të punosh më pak, vendosi ai. Dhe unë do të mbuloj pjesën tjetër. Jo, thash menjëherë.
nuk dua të më mbani gjithçka. Ai më shikoi drejt, atëherë më premto se do të jetosh, tha. Jo vetëm të mbijetosh. Fjalët e tij më tronditën. E kuptova se kisha keq kuptuar forcën. Forca nuk ishte të rrëzohesha çdo ditë. Forca ishte të dija kur të ndalesha, ditët pasuese ishin të vështira. Djemt e parkimit më tallnin që po vija më rrallë. Por në shkollë fillova të ndihesha më i përqendruar. Trupi u kthye në normalitet dhe mendja u kthjellua një pasdite, ndërsa po kthehesha nga shkolla, pash një fëmijë të vogël duke larë makina në anë të rrugës. U ndala dhe e pash. Pash veten time aty. Dhe për herë të parë mendova, ndoshta një ditë do të jem unë ai që do të ndihmoj. E vërteta që nuk e dija, vitet kaluan më shpejt nga sa i kisha menduar ndonjëherë. Nga djali që laja makina për kacide, po shndërrohesha ngadalë në një të ri me qëllime, libra dhe plane. Por një pjesë e historisë sime mbetej gjithmonë në hije. Kush ishte në të vërtet burri me makinën e zezë? Për mua, ai kishte qenë gjithmonë zotëria. Nuk më kishte thënë kur emrin e plot, nuk ishte mburur me pasurinë e tij dhe as nuk kishte kërkuar mirënjohje. Ishte thjesht aty, në momentet më të vështira. Një ditë, drejt fundit të shkollës së mesme, ai më ftoi në zyrën e tij. Ishte hera e parë që shkoja atje. Ndërtesë e madhe, xhama të lartë, njerëz me kostume që e përshëndesnin me respekt. Atëherë e kuptova, ai nuk ishte thjesht i pasur. Ishte milioner, u ndjeva i vogël, pse nuk ma the kur? E pyeta, ai mbylli derën dhe u ul, sepse nuk doja të më shije si milioner, tha. Por si njeri. Pastaj më tregoi historinë e tij. Kishte ardhur nga një familje e varfër, kishte punuar në rrugë, kishte humbur njerëz të dashur. Arsimi kishte qenë shpëtimi i tij, një njeri më ndihmoi kur isha në moshën tënde, tha. Nuk ma kërkoi kur borxhin mbrapsht. Më kërkoi vetëm ta vazhdoja zinxhirin. Aty e kuptova gjithçka. Nuk isha rastësi. Isha përgjegjësi, ai u ngrit dhe më zgjati një zarf. Kjo është për universitetin, tha, duart më dridheshin. Nuk di si t'ju falenderoj, thash, ai buzëqeshi, një ditë, mos më falendero. Ndihmo dik tjetër. Kur dola nga zyra, qyteti më dukej ndryshe. Nuk isha më thjesht djaloshi i parkimit. Por as nuk doja të harroja kur kush kisha qenë, sepse aty ishte forca ime, premtimi që u bërë jetë, dita kur mora diplomën e universitetit ishte e qetë, por për mua kishte zhurmën e gjithë viteve të shkuara. Në sallë, mes qindra studentëve, pash nënën time të ulur në rreshtin e parë. Flokët i ishin thinjur më shumë. Por syt i shkëlqenin si atë ditë kur më përcolli në shkollë me çantën e re, kur thirrën emrin tim, Ardi, zemra më rahu fort. Unë gjita në skenë dhe mora diplomën me duar që më dridheshin. Nuk pash askën tjetër përveç saj. Ajo çante. Dhe unë qesha për mes lotëve, pas ceremonisë e kërkova me sy burrin me makinën e zezë. Ishte aty, në fund të sallës, pa zhurmë, pa duar trokitje. U afrova, i adola, i thash thjesht, ai buzëqeshi, i qetë si gjithmonë, e dija, tha. Sepse nuk u ndale. U ulëm për një kafe, ndoshta për herë të fundit në atë rol. Ai më shikoi seriozisht, tani është radha jote, tha, e kuptova pa e pyetur. Premtimi që kisha marrë vite më parë nuk ishte më vetëm fjalë, vitet që pasuan nuk ishin të lehta, por ishin të ndershme. Fillova punë në një klinikë të vogël. Çdo rrogë e parë më kujtonte ditët kur një monedhë bënte diferencën. Nuk harrova kur parkimin, ujin e ftohtë, duart e çara, një pasdite, ndërsa po kthehesha nga puna, pash një djalë të vogël duke larë makina. Ishte i dobët, me sy të lodhur, por me një përqendrim që e njihja mirë, u ndala, si quhesh? E pyeta, ai më pa me dyshim, Ergi. I zgjata disa para, por ai hezitoi, nuk dua lëmosh, tha, buzëqesha. Ishte e njëjta fjali që kisha thënë dikur. As unë nuk po të jap, i thash. Po të ofroj një shans. Ai më pa i hutuar, në atë moment, e kuptova se historia ime nuk mbaronte këtu.
Ajo sapo po fillonte nga e para në jetën e dikujt tjetër, sepse jeta nuk të ndryshon kur merr ndihmë, të ndryshon kur vendos ta kthesh atë ndihmë në dritë për të tjerët.